U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me pjesën e dytë të emisionit ku kemi të ftuar, po sot unë në emisionin tim nuk kam vetëm një të ftuar, kam shumë të ftuar. Bëhet fjalë për shkollën fillore Liria, ku nxënësit e kësaj shkolle kanë marrur pjesë në gara të komunale në lëndën e matematikës, të cilët kanë marrë vendin e parë, të dytë dhe të tretë. Kështu që tani më do t'jem unë me këta voglushat dhe me mësuesën e tyre të lëndës së matematikës. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Përshëndetje, faleminderit që jeni pjesë emisionit tonë Ritmi i ditës. Mund të na thuani se si e vlerësoni suksesin e nxënësve tuaj në këto gara komunale? Po patjetër, sigurisht që ky sukses është shumë i rëndësishëm si për mua personalisht, po ashtu edhe për shkollën, por dua të theksoj se nuk është vetëm suksesi imi. Këtu qëndron një punë ekipore bashkë me aktivin e matematikës dhe secila prej mësuesëve është kujdesur për nxënësit e saj që t'i sjellim këtu ku janë sot. Çfarë metodash keni përdorur për t'i përgatitur nxënësit të cilët kanë fituar, mund të themi, çmime të shumta, duke filluar nga vendi i parë, i dytë dhe i tretë? Pika kryesore e kësaj është që ne ushtrojmë vazhdimisht. Për gara nuk përgatitet vetëm në fund, vetëm kur kuptojmë se do mbahen garët. Funksionojmë si ekip, e cika dhe më herët. Këta i quajmë në shkollë si matematicientat e shkollës. Kemi revistat e posaçme që janë për gara, numerus, ato i përgatisim. Mundohemi vazhdimisht që nxënësit i mësojmë të mos se kuptojmë matematikën mekanikisht. Kështu ta kuptojmë procesin e zgjidhjes së detyrës dhe të janë më të logjikshëm. Fillojmë pak me nxënësit, nëse mund ta merrni mikrofonin, edhe si u ndjet kur mësuar se jeni një ndër fitues dhe më trego se cilin vend e ke marrë ti në këto garat në lëndën e matematikës. Unë në garat e matematikës mora vendin e parë dhe kur mësova ishte një ndjenjë shumë e bukur. A ishin të vështira detyrat? Ishin detyra logjike. Logjike, do më thonë ke mund t'i zgjidhësh ti ato detyra dhe për atë tani më je në vendin e parë. Filloj me djalin tjetër. Sa kohë të është dashur për t'u përgatitur në garat komunale dhe me cilin vend jesh përblyer ti në lëndën e matematikës në këto gara? Unë kam mësuar për një shkollë të shkurtër, ku marr vendin e dytë. Dhe a e kishit të vështira ato detyrat? Pak të vështira janë. Pak të vështira. Po, do më thonë ke arritur të paktën me vendin e dytë. Fillojmë edhe me djalin e tetë të marrin vesh se cilët çmime i kanë marrë. Ti cilin çmim ke marrë në këto gara? Unë në garat komunale kam marrë vendin e dytë. Vendin e dytë. Dhe si u ndjeve kur more vendin e dytë? Unë ndjeva shumë i lumtur dhe shumë krenar për veten time. Shumë mirë. Sukseset të më të tjeshëm. Shpresoj që në të ardhmen të vazhdojnë edhe më tej me detyra, me gara dhe mos ta harroni lëndën e matematikës. E dim që shumica e fëmijëve ju duket shumë e rëndë si lëndë, ndoshta e kanë edhe të vështirë, po e shoh se këta përderisa keni marrë çmime gara, për juve ka qenë është e lehtë lënda e matematikës? Po nuk është në fillim e lehtë, por me kalimin e kohës bëhet më e lehtë. Më e lehtë. Domethënë kur e do një lëndë dhe përdor logjikën, mund themi që është më e lehtë? Sigurisht. Sigurisht. Hajde fillojmë edhe me djalin tjetër të shohim me cilin vend ti ke fituar në këto garat komunale që janë mbajtur në lëndën e matematikës? Unë në garat komunale kam marrë vendin e dytë. Cila detyrë për ty ka qenë më e vështira në këto gara? Detyrat më të vështira ishin ato që lipshin shumë mendim dhe logjik, por çka nuk kemi kuptuar kemi pyetur mësuesën. Mësuesën. Kur e mësove që ke fituar në gara, si ishte ajo ndjenja për ty? Ajo ndjenja ishte shumë e bukur sepse puna ime ishte vlerësuar. Shumë mirë. Vazhdojmë edhe me vajza tani. Si u ndjetë dhe cilin vend e keni marrë ju në këto gara? Si ishte ajo ndjenja kur kuptua që jeni një ndër fituesit në lëndën e matematikës? Unë ndjeva shumë e gëzuar dhe e kam fituar vendin e dytë, edhe unë dua t'i faleminderoj edhe mësueset e mi që më kanë ndihmuar të arrij këtë sukses. Këtë sukses, shumë mirë. Vazhdojmë edhe me vajzën tjetër. Për ju cilin vend keni marrë në këto gara? Unë e kam marrë këto gara vendin e parë, me ndihmën e arsimtares time kemi ushtruar pa pushim disa muaj dhe na u ka shpërblyer gjithashtu me pikë maksimale për cilën jam shumë. Çfarë e bën matematikën për ty më interesante? Për mua më interesante e bën matematikën se nuk është për çdo detyrë veç një e saktë e posaçme, mund të ndrohet pas pikpamjes dhe është më interesante. Vazhdojmë edhe me vajzën tjetër. Të lutem na trego cilin vend ti ke fituar në këto gara.
Unë në këto gara kam fituar vendin e dytë dhe isha shumë e lumtur. Për ty cila ka qenë detyra më e vështirë të themi në Në këto gara? përgjithësi detyrat ishin shumë të lehta, por më të rënda ka qenë ato më logjike. Më logjike. Dhe sa kohë të është dashur për të përgatitur në këto gara? Ne ushtrojmë çdo ditë, por disa javë kemi ushtuar shumë. Shumë mirë. Dhe keni arritur sukses, do të thotë kjo. Vazhdojmë edhe me vajzën tjetër të na tregon se cilin vend ka marrë vajza në këto gara. Unë kam marrë vendin e parë në këto gara. Dhe cilat detyrë ka qenë më e vështira për ty në këto gara? Më e vështira ka qenë në ajo që kërkonte më shumë për të shkruar dhe ja ke arritur. Përderisa je dokuruar me sa ndikon edhe mësuesja tek ju si nxënës. Për mua ndikon shumë se më ka ndihmuar më tepër. Edhe më tepër. Profesoresh, do me thënë, ju keni arritur, mund themi, që këto nxënës të dalin aty ku duhet, të marrin një sukses dhe kjo është fal jush edhe një suksesi juaj që fëmijët shëndet. Edhe kjo do t'jetë shumë mirë. Dije që interesimi i nxënësve të themi në lëndën e matematikës nuk është edhe aq shumë. Mund të themi që bie. Po si e shpjegoni ju këtë që tani këto nxënës i keni nxjerrë, ku kanë fituar çmime dhe kjo do të thotë shumë për një shkollë si? Po, për ne kjo është shumë. Unë mendoj se zakonisht nxënësit nisen me një lloj stereotipi në lidhje me matematikën, e shohin matematikën si shumë të frikshme dhe shumë të vështirë. Por sipas meje dhe besoj edhe sipas këtyre që ndodhen këtu, nuk është e tillë. Matematika mjafton të studiohet dhe të mësohet hap pas hapi dhe pa presion. Kjo është kyçi i gjithë asaj pune që e bëjmë ne bashkë, mundohemi nxënësit i lëmë sa më të lirë dhe të krijojnë një besim te vetja. Mund të na thoni se çfarë e bëni të themi lëndën e matematikës, të themi për nxënësit të më tërheqës, të jetë që mos jetë ajo ora e matematikës të themi standard, mësime, si u atërheqni vëmendjen fëmijëve të themi? Pika kryesore për nxënësit është që matematikën ta lidhe me jetën reale, me situata nga jeta reale ku ato vazhdimisht të ballafaqohen. Për shembull, preferoj që një detyrë që e zgjidhim bashkë, ta lidhim me një rast dhe nxënësit më një herë kanë atë interesin, po më kujtohet, për shembull me shitoret ose me ushqimin e kështu me radhë. Po ashtu preferojmë të punojmë në grupe, edhe kjo ndihmon nxënësve shumë, dhe mbi të gjitha secili nxënës ta ketë atë vëmendjen e vet, se kur ndihet i vlerësuar, patjetër që do të nxjisë mësim te vetja. Patjetër. A ndikon mënyra e mësimdhënies në motivimin e nxënësve? Po, patjetër që po. Kjo ndikon shumë, edhe atë një nxënës nëse ka mbështetje nga mësimdhënësi, kryesorja, po them si metodë kështu e mësimdhënies, mbështetja dhe atmosfera pozitive, atëherë nxënësi do të ndihet i lirë edhe për të parashtruar pyetje, po mbi të gjitha edhe për të gabuar. Se ndonjëherë prej gabimeve mësoj. Sidomos në matematikë gabohet shumë, po prej saj arrim deri te rezultati, që është pastaj suksesi i nxënësve. Patjetër. Mund të na thoni sa luan rol teknologjia dhe puna praktike në rritjen e interesimit tek nxënësit? Po tani vetë se jetojmë në kohën e teknologjisë dhe në momentin që përmendet teknologjia, vërejset e nxënësit menjëherë shfaqet ai interesimi dhe të shohim çka do të bëjmë tash. Në matematikë, teknologjia ndikon shumë, sepse na ndihmon ta vizualizojmë atë që e mësojmë dhe të bëhet më konkrete. Mund të na thoni se si mund të ndryshohet perceptimi se matematika është e vështirë? Po të ishte matematika aq e vështirë, nuk do të kishim kaq rezultate në emision. Patjetër. Kjo është, mendoj, e mjaftueshme, po prapë e përsëris atë që thash më herët, për matematikën mjafton të mësohet hap pas hapi. Hap pas hapi, patjetër. Sa ndikojnë prindërit dhe shkolla në suksesin dhe motivimin e nxënësve? Bashkëpunimi i prindit me shkollën është kyçi kryesor për suksesin e nxënësve. Normalisht mjafton që prindi ta motivojë fëmijën deri në shkollë. Pastaj është pjesa e shkollës që krijon atë atmosferën e punës. Në këtë rast dua të cek një falënderim për drejtoreshën tonë, që na i ka mundësuar të gjitha kushtet e nevojshme për një mësim cilësor dhe tani t'i gëzojmë rezultatet që i kemi. Mos të kishim kushte, nuk do të kishim arritur të punojmë kaq shumë. Patjetër, patjetër, dhe normal që luajnë një rol të rëndësishëm shumë edhe kushtet. Rikthehemi pak përsëri tek nxënësit.
Pasi që e keni ju mikrofoni, do vazhdoj me juaj. Mund të në dhoni sa të ka ndihmuar pjesëmarrja në këto gara që të rritet edhe më shumë interesimi për lëndën e matematikës, duke pasur parasysh se ke marrë vendin e parë? Të shtërit ma shumë që të vazhdosh edhe në të ardhmen të studiosh, të mësosh në këto lëndët e dim që interesimi gjithmonë është më i ulur në lëndët e ashtu. Po, më ka rrit interesimi dhe dua ta vazhdoj matematikën njërë klasën e 9 ose edhe të bëhet një gjë në jetën time. Patjetër. Vazhdojmë edhe me vajzën tjetër. Çfarë e bën matematikën më interesante, të themi për ju? Për mua matematika është interesante sepse të bën të zgjedhësh detyra logjike dhe të bën që të mos dorëzohesh kurrë. Të mos dorëzohesh. Mund të na thuani se si ndiheni që e përfaqësoni shkollën tuaj dhe keni marrë çmime dhe vini nga shkolla fillore Liria? Po, ndihem shumë mirë që kam arritur ta përfaqësoj dhe shkollën, pasi që kam shumë përkraje përveç nga arsimtarja matematikës dhe arsimtarët e tjerë janë shumë mirë kuptues kur kam gara dhe jam shumë krenare që mund ta përfaqësoj shkollën. Patjetër. Mund të na thoni, është hera e parë që keni marrë pjesë në këto gara apo edhe më herët? Edhe më herët unë kam marrë pjesë në gara prej klasën e 6 në matematikë edhe dua ta vazhdoj deri klasën e 9. Dhe me thonë, nuk duhet të ndalë, nuk duhet të ndalen, do t'jenë matecientët këta, do i kemi në të ardhmen, kështu që shpresoj që edhe në të ardhmen t'ju kemi në studio përsëri, me suksese, me atë. Vazhdoj me djaloshin. Mendon që në të ardhmen do vazhdosh të mirësh ende me matematikë të bësh një ekonomist më i madh? Mund të vazhdoj me lëndën e matematikës edhe kur të rritem. Edhe kur të rritesh. Mendon që në të ardhmen të bësh një arsimtar, të themi, apo profesor i lëndës së matematikës? Po, unë mendoj se duhet të bëhem një profesor i matematikës. Shumë mirë, do më thonë, patjetër duhet të bënin nga një se ngelëm pa profesor të matematikës. Kështu që në të ardhmen do ju kemi juve parasysh. Vazhdoj me djaloshin. Mund të na thuash si e ndjerë që ke përfaqësuar shkollën tuaj në këto gara? Unë jam ndjerë shumë i lumtur dhe shumë krenar që e përfaqësoj shkollën time në këtë nivel. Në këtë nivel. Mendon edhe në të ardhmen të marrish pjesë në këto gara, nëse të jepet mundësia nga shkolla? Nëse më jepet mundësia, patjetër që do të marr pjesë. Nuk e refuzoj. As pak nuk e refuzon, domethënë do t'jesh. Ke marrë pjesë më herët në gara? Apo Po, është hera e parë? Jo, kam marrë edhe një herë pjesë në gara. Dhe ke marrë një çmim atje? Kam marrë vendin e dytë edhe atje. Edhe atje shumë mirë. Kryesorja të paktën keni marrë çmime, ju që keni shumë të zë. Domethënë kemi si traditë në shkollën tonë, kështu të jemi pjesëmarrës në përgara dhe jemi mësuar të kthehemi me vende të para. Nëse unë diçka nuk kuptoj në lëndën e matematikës, do drejtohem tek ju. Kështu që ju do më ndihmoni. Patjetër. Vazhdojmë edhe me djalin tjetër. Çfarë do të thotë për juve që keni përfaqësuar shkollën e juaj në garat komunale? Ndjehem shumë i lumtur dhe krenar që e përfaqësoj shkollën time. Në këto gara? Po. Cilët janë planet në të ardhmen? Mendon të vazhdosh me matematikë të bëhesh një mësimdhënës i matematikës? Po. Në të ardhmen do të thonë, ju gjithve kështu që nuk do të shpëtoni. Do ju kemi parasysh në të ardhmen që t'ju kemi përsëri prap në studio nëse merrni pjesë në gara të ndryshme, është hera e parë që unë e kam kështu studion, të mbushur deri në fund. Vazhdojmë edhe me djalin tjetër të pyesim se cilët janë planet e tua apo ëndrat e tua në të ardhmen. Besoj që do të vazhdoj me matematikën. Nuk do ish ndahesh matematikës? Jo. Ajo u bën të themi pak edhe mësuesja më të dashur lëndën e matematikës? Po, mësuesja ndikon shumë në këtë lëndë, se ajo na motivon të arrijmë më shumë. Të arrini më shumë. Domethënë, ky suksesi juaj është fal mësuesës. Po. Domethënë, ju nuk do të ndaheni nga mësuesja, kështu që po çfarë do të bëjnë në shkollën e mesme, shpresojnë që nuk do të ndryshojnë, do të vazhdojnë. Ashtu si janë të përgatitur, shpresoj dhe besoj që nuk do të Pasi që ta kenë marrë bazën të them kryesore, në të ardhmen nuk do të kemë problem. Mund të na thuajnë se a mendoni se garat ndikojnë pozitivisht në interesimin e nxënësve? Po. Garat janë pjesa kryesore për motivimin e nxënësve. Ata mësojnë të sfidojnë veten dhe çdo herë kërkojnë më shumë tek vetja. Bërej e cika edhe më herët që kemi si traditë në shkollën tonë. Shumica e nxënësve janë që kanë marrë pjesë edhe më herët në gara dhe në secilin vetë unë e vërej që interesin e kanë më të madh. Do të thonë edhe punën e kanë më me përkushtim, janë mësuar ta kenë kështu matematikën si sfidë në vete.
Kështu që ju pëlqejnë garat, sidomos në të themi në lëndën e matematikës. Cilët janë pritjet tuaja për garat, të themi ato komunale, por për ato rajonale të vazhdoni? Po, ne tash vazhdojna në gara rajonale, normalisht që pres shumë nga nxënësit, nëse vazhdojnë të punojnë me këtë përkushtim që kanë, dhe me këtë qetësi, se janë shumë të qetë, po mbi të gjitha, unë prej nxënësve vetëm pres që të kryojnë vetbesimin dhe të mësojnë të luftojnë për veten. Rezultati pastaj normalisht që synojmë rezultatet të mira, po sido që të jenë e kanë kuptuar tha se nuk është problem. Kjo është pjesa kryesore për mua si mësuese. Edhe një mesazh për nxënësit, por edhe në të ardhmen, nëse ato ndonjëherë mund të themi në gara të marrin pjesë, po nuk do të marrin ndonjë vend të themi. Një mesazh për nxënësit nga ana ime do të ishte që mos të friksohen nga matematika, le ta shohin matematikën me një sy tjetër dhe mos të friksohen të gabojnë, sepse çdo gabim që bëjnë është një hap më afër suksesit të tyre. Mësohen nga gabimet. Dhe përsëri tek fëmijët do sjellem për në fund një mesazh për të gjithë ata nxënës të cilët kanë frikë prej lëndës së matematikës. Çfarë do i thuash? Unë ju them atyre që nëse e ndëgjojnë asimtarin gjatë orës mësimore, matematika nuk është e rëndë. Nuk është e rëndë. Mesazh shumë domethënë. Po. Nga gjithë ju e duan nga një mesazh. Vazhdojmë edhe nga djali domethënë. Cili do të ishte mesazhi juaj të gjithë ato nxënës të themi të cilët nuk e duan lëndën e matematikës? Që janë shumicë. Që janë një numër i madh mund të themi. Matematika nuk është e vështirë, por me punë mund është me arrit. Shumë mirë. Ndërsa, mesazhi juaj për shokët në klasë, keni ndonjë shok që i cili nuk e don lëndën e matematikës dhe gjithmonë kërkon ndihmë nga ju? Kemi disa, por të gjithë nxënësve që mendojnë se matematika është lëndë e vështirë, do t'ju thosha që kur të mos dorëzohen dhe të ushtrojnë sa më shumë, sepse me kalimin e kohës bëhet më e lehtë. Më e lehtë, shumë mirë. Mesazhe shumë të bukura mora deri më tani. Cili do të ishte mesazhi juaj për shokët dhe shoqet e klasës, por edhe më andej se na shohin shumë. Unë kisha thënë që t'i kushtojnë më shumë rëndësi kur do t'ja shpjegojnë detyrën mësuesët ose arsimtarët. Edhe kur nuk e kanë diçka të qartë të pyesin, patjetër. Dhe nga vajza? Mesazhi im është që të kenë vetbesim edhe në vete, se ata mundën të arrijnë nëse ushtrojnë edhe nëse mësojnë çdo ditë. Çdo ditë. Shumë mirë. Mesazhi im për ata që kanë frikë po them nga matematika është që ta heqin atë sepse nuk ndihmon asgjë dhe të kenë gjithashtu vetbesim, sepse me punë arrihet gjithçka arrihet. Mendimi është që të ndrojnë mendimin, sepse kur do të punojnë, do të kuptojnë se matematika as pak nuk ka qenë e rëndë. Nuk ka qenë e rëndë, domethënë me punë arrihet gjithçka. Ndërsa mesazhi juaj? Mesazhi im është që në matematikë operacionet nuk vlen vetëm rezultate, por vlen edhe përpunimi. Sikur në jetë, pa punim nuk ka rezultat. Të lumtë, domethënë ne nga secili prej nxënësve morëm nga një mesazh shumë domethënës që mos kemi frikë nga matematika. Unë vazhdoj edhe më andej të kem frikë nga matematika. Mund të ftuar një ditë në orën tonë që ta shihni se nuk është e kem parasysh. Mund të them se zakonisht me fëmijët un kam filluar edhe unë të mësoj edhe një herë lëndën e matematikës duke u koncentruar të ndihmoj atyre në lëndën e matematikës. Kështu që unë ju dëshiroj shumë suksese në të ardhmen, të merrni pjesë në gara. Dua përsëri që të jeni të merrni çmimin e parë, 2 dhe të 3 dhe të ju kem përsëri në studio kështu siç jeni. Dhe pse jo të shtohet numri i nxënësve, interesimi dhe disa të tjerë të cilët nuk kanë qenë pjesë e kësaj garës në të ardhmen të jenë të marrin pjesë. Ju faleminderit juve dhe mësuese se cila ishte pjesë me ne bashku që ka dhënë një kontribut goxha të madh të themi në çmimet e këtyre nxënësve. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj.